e një mënyrë e thjeshtë për të përgatitur një sallatë me kuskus. Po jo tregoj pak kopshin tim të vogël që kam këputur sallatën dhe qepën. Pasi i këputëm do t'i laj me ujë të bollshëm. Do fillojmë t'i presim në riska të vogla. Kuskusin e kemi përgatitur më përpara. Raporti është një gotë ujë të nxehtë dhe një kuskus. Në një tas do t'i fillojmë të shtojmë kuskusin. Nga një do të shtojmë sallatën, domaten, kastravecin dhe qepën. Kjo është një sallatë që kam shumë qef, aq më tepër që i kam të mbjellat në kopshin tim. Tani sallatës do t'i shtojmë vaj edhe krip. Do ta përzjejmë mirë. Do t'i thërmojmë me pak djathë të bardhë brenda, sepse i jep shije fantastike. Do ta përzjejmë përsëri dhe gati për ta provuar. Provani dhe ju këtë recetë. Na bëni like edhe follow. Ju bëftë mirë. Doli është shkëlqyer.